janë shumë të mirë. Po jam dakord më çfarë them unë të Po kur bëju gabime, ti do vish edhe do flasësh mu këtu mes gjithë, o shoh. Mirë, se tani jam në kur idea. Kam thënë ndërmjet të dyve, stop. Dhe kam thënë shumë ai. Ti tash çfarë po botën? Apo më gjuj mua, do më gjuj mua. Unë po gjuj ty, më po kuptohet çfarë po bën. Okej, so ti di se si ka më marrëdhënie me ty. Nuk ka me Erikun unë, jo, po i tregoj Erikun. Ky është këtë problemi. Jo më se s'është Eriku problemi është atje. Unë s'po them asnjë fjalë. Unë s'po them asnjë fjalë. E kam shumë çfarë e dënoi veprimin që gaboi. A ki çop? E dënoi. Super. Por nuk me mua është korrekt. Edhe me mua korrekt, po apet këto veprime nuk janë okay. Për këtë shumicën që do. Po them e dënoi. Okej. Por me mua është korrekt. Tani çfarë të them unë? Ai s'do dali me shpatë dorë aty, ai ka thënë, mos vepro kështu. Ai s'do bëj aty. Hajde prej dorë, se secilësh. Nuk po, veprimet, as për bazë shafës, as i gjoh. Janë dënueshme. Çort, okej, po veç. I kam thënë jam ngrit mes private, ku ka thënë atë që ka thënë, jep në faj, jo gabim. Është lehtë, mbyllim perdën. Mbyllet perdja. Ne ta mbyllim perdën, nisim Big Brother. Ta mbyllim këtë. Ai po i kemë shop ka kështu, nëse ti stash apo nuk e bëra aty në analizë, e bëra për situatën. Sekond ja për me shop ka kështu i person jashtë ai ban. Jashtë ai ban. Nuk e bëra unë. Ja me shop në kryq. Po nuk e bëra unë. Po pse më gjykoni mua për diçka që s'e kam bërë? Ti në momentin që nuk i Po kam marrëdhënie të mira me to, more, nuk që ti je dakord me gjest. Po jo, me gabim. E ke gabim. Gjithmonë ai ka bërë me shop, kamik se nuk e paroj të fakt. Dikush tjetër është gabim dhe ai çesh me të, do të thënë që je dakord me e kam për gjëra e mia se isha duke folur me njerëz të tjerë. I gjestim Big Brother nuk e bën. Që ka po veprime. Tani ti u gjykoni mua, do të thotë që unë po ikë ku bën veprime. Tani çfarë të them tani jo për gjë. Se ai bën si veprime, ti rrençesh me të ti. Po çfarë më edukator Kristi? Je dakord me kesin, nëse ti rrençesh me të. Nëse ti rrençesh me të. Edhe ka. Okej, tani po kuptoj shumë se